Superliga e basketbollit për meshkuj për edicionin 2024-2025 ka arritur në fazën finale. Ndeshja e parë e play-offit është luajtur mes dy skuadrave që në këtë Superligë ja dolën të ishin në finalen e madhe, Beslidja e Lezhës dhe Teuta e Durrësit. Në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në Tiranë është luajtur mbrëmjen e së njëjtës ndeshja e parë e serisë së finaleve mes Beslidjes dhe Teuta Basket, e cila ka përfunduar me rezultatin 132-68. Ndeshja ka qenë e fortë mes dy skuadrave, të cilat arritën të shkojnë deri në finale për titull. Lojtarët e Beslidjes shënuan në koshin Dursak, 6 lojtarë të realizuar me 10 pikë. Finalja e dytë mes dy skuadrave parashikohet të jetë në ditët në vijim. Ashtu sikurse në sezonin e kaluar, Teuta është në këtë përballje të madhe me Beslidjen për titullin kampion. Për Teuta Basket është hera e 6 në 7 edicionet e fundit që luan në finalet e play-off, pa llogaritur kampionatin e anuluar për shkak të pandemisë, ku djemtë e detit ishin në krye të klasifikimit. Dursakët fituan në ndeshjen e zhvilluar më 20 prill kundër Apollonisë me rezultatin 66-69 në gjysmëfinalen e 4 të play-offit, duke e mbyllur serinë 3-1 me ndeshje, duke mbritur kështu drejt titullit kampion.